Jemi rikthyer në akuzë në rubrikën qerësisë të emisionit ton dhe sot në studio është me ne një mik shumë i dashur për studion Bardhazi, Azmer Duleviç, faleminderit që jeni me ne. Kësaj radhe ai ka ardhur edhe për të akuzuar, po edhe për të thënë diçka që të tjerët nuk e bëjnë. Se kanë bërë akoma, e ka bërë ai. Po e ka bërë ai. Ai vetë ka bërë atë që nuk kanë bërë 3 milion shqiptar të tjerë. Për këtë të falenderojmë Azmer, po tani do na thuash cila është akuza jote dhe pse ke ardhur sot? Dhe kujt i drejtohet ajo akuzë, shumë e rëndësishme. Patjetër. Shi drejtohet asaj kamerës atij mitrolozit aty edhe Normalisht, unë kam një akuzë ndaj institucioneve të vetën tonë dhe kryesisht të Ministrisë së Kulturës që t'i kushtoj një rëndësi shumë të veçantë heronjve tanë që ndodhen ose kanë, le të themi, si rasti Skënderbeut që kishte, le të themi, armët e luftës në muze, por nuk kishte marrë njëri me këtë pjesë dhe nuk dihej nëse Skënderbeu çfarë etnie kishte, çfarë përfaqësonte të gjitha me radhë. Po si rasti i Gjergj Kastriot Skënderbeut ne kemi shumë heronj në vendin tonë të cilët janë lënë në harrez dhe normalisht askush nga institucionet nuk vepron dhe duke qenë se nuk vepron, le të themi kjo është një njollë e zezë në vendin tonë. Gjithashtu i bëj edhe një thirrje historianëve të vendit tonë, të cilët të reagojnë ndaj fenomeneve ose ndaj, le të themi, figurave historike në vendin tonë. Ne kemi sot gruan e Gjergj Kastriot Skënderbeu Donikën, e cila ndodhet dhe eshtrat i ka në Valencia në Spanjë, ku askush nuk e di dhe nuk jep informacione çfarë gjendje është, pra a është e përcaktuar nëse është gruaja e Gjergj Kastriot Skënderbeut, çfarë përfaqësonte historikun e gjitha me radhë. Madje si daton ajo në normalisht në të dhënat e historisë tonë. Në të dhënat e historisë ajo ka emigruar nga Italia, ka shkuar në Valencia dhe atje ka ndruar jetë dhe patjetër duhet të thuhet me të madhe që është bashkëshortja e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Tashi ç'a bët juve? Ne konkretisht në Muzeun e Vjenës, së bashku me gazetarin Ermal Peçi, bëm një peticion dhe bëm kërkesë zyrtare muzeut që të vihej për shkrimi tek armët e herojt ton kombëtar dhe të thuhesh që ishte heroj i shqiptarëve dhe mbreti i shqiptarëve. Pasi deri para 2 ditësh në fakt thuhej vetëm etnia ose le të themi vendi që ishin prodhuar këto armë. Pra që ishin italiane dhe gjermane dhe asnjë përshkrim. Dhe e çuditshme është që miliona ose me mijëra turistë çdo ditë që vizitojnë Muzeun e Vjenës, i shikonin këto armë dhe nuk e dinin kujt i përkisnin, se jo të gjithë e njohin Gjergj Kastriot Skënderbeun. Nuk bënte asnjë shpjegim as Ciceroni aty askush. Po Ministria e Kulturës, pse nuk e ka bërë këtë gjë më përpara? Apo s'kishte dieni? Nuk e di, unë nuk besoj se s'ka pas dieni, po dhe mbase nuk ka pasur. Por ka institucione, ne kemi Akademinë e Shkencave. S'ka qenë ndonjë shqiptar turist atje që e ka parë për shkakun se ka bërë shtypje? Patjetër kanë qenë, por shumica e shqiptarëve me sa duket kanë shkuar, kanë bërë foto, i kanë postuar në rrjetet sociale dhe kanë ikur. Dhe nuk i kanë kushtuar rëndësi këtij detajit, cilin unë e pash si detaj, e fotografova, e ngrita si shqetësim në rrjetet sociale edhe Azmer, shqetësimi juaj është që të huajt na ulin në reputacionin e herojve tanë, apo ne si shtet nuk e plotsojmë ashtu siç duhet komplet detyrën tonë për herojnë tanë, sepse Gjergj Kastrioti është heroj jo kombëtar, unë nuk di të kemi ndonjë hero tjetër me cilën mund të burremi. Patjetër që është, le të themi, detyrë e institucioneve, e Ministrisë së Kulturës, por edhe Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Po dore Akademia e Shkencave të aty gjumit gjithë tani. Unë paktën detyra kryesore, patjetër që e ka për detyrë atë gjë, por detyra kryesore është e Ministrisë tonë të Kulturës, apo jo? Dhe patjetër edhe e vendit e muzeut. Jam kurioz, historianët kanë ka patur ndonjë reagim vërtet nga historianët? Në djenin time nuk ka pasur ndonjë reagim, paktën me sa e kam ndjekur që ta themi kështu si shqipërisht. Ata që paguhen me paratë e taksave tona për të kujdesur për historinë tonë, nuk e kam bërë detyrën siç duhet. Por një fakt tashme është i gëzueshëm për gjithë. Pra, çfarë duhet ndryshoj, Azmer, të lutem, jam me qenë se jemi këtu. Çfarë duhet ndryshoj konkretisht në këtë postulat ku është e shkruar kështu? Kjo është foto, e cila është bërë në muajin shtator, ku thuhet konkretisht që për krenarja dhe shpata e
herojt tonë Skënderbeut janë me origjinë italiane dhe gjermane. Mund të ma thot dikush ku përmendet Shqipëria në foto? Kjo foto unë i kam bërë personalisht dhe i kam zjerë në rrjetet sociale. Sa zgjati kjo meselea? Dhe si kanë reaguar? Si kanë reaguar institucionet tona konkretisht? Me thënë të drejtën, unë kam dërguar email dhe kam komunikuar me Muzeun e Vjenës, kam vendosur në CC dhe ndjeni edhe institucionet tona, edhe presidencën, por edhe ministrin e jashtme, gjithashtu ministrin e kulturës dhe ambasadën tonë në Vjenë, dhe më vjen keq ta them nga ana institucioneve tona ka marrë 0 përgjigje. Wow. Pra 0 përgjigje. Mos kanë folur ata dhe kanë dashur ta bine eshtje. Shpresoj ta kenë bërë këte, por ta bëjnë dhe për veprat e tjera nëse do ta bënin këtë. Tani, me qënë se kjo akuzë është therse, jemi edhe në një periudhë që natyrisht ndërgjesimi jonë për të gjithë herojnë tonë kombëtar, çlirimin, pavarësin, ka qenë goxha i nxehtë. Mund ta përsërisësh akuzën tuaj edhe një herë, lutem, dhe kujt ja drejton atë akuzë? Akuzën unë ja drejtoj, e kam sakt për Ministrinë e Kulturës, duhet të kthej vëmendjen nga herojnë tanë kombëtar në çdo cep të botës, pasi nuk ndodhen herojnë vetëm në vendin tonë në Shqipëri, por i kemi kudo ku sot ka shqiptar. Gjithashtu, për sa i përket edhe bustit herojit tonë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut, në shumë vendet të Europës ndodhet busti i tij, por në disa raste nuk përshkruhet edhe atje që ai është mbreti i shqiptarëve dhe heroi jon. Pra, kjo detyrë duhet të bëhet nga Ministria e Kulturës, gjithashtu dhe për shumë herojnë të tjerë të cilët kanë famë jashtë vendit, por në Shqipëri nga fëmijët tanë nuk njihen, sepse fëmijët tanë sot kanë heronj, aktor, futbolist që janë të huaj dhe nuk e din fare ku është Shqipëria dhe nuk kanë informacion e plot për herojnë tanë të cilët kanë pasur kontribut dhe kanë dhenë jetën e tyre për vendin tonë. Dhe këtë duhet ta bëjnë institucionet, sepse kjo nuk zgjidhet nga individ, pasi mund të japim zgjidhje një rasti të caktuar, por nuk e zgjidhim dot si fenomen që fatkeqësisht le të themi është një fenomen që është neglizhuar nga institucionet tona. Azmer, duke të falenderuar për këtë akuzë, që është një shqetësim edhe personalisht për foton e bërë dhe ndërgjesimin edhe për institucionet tona, që se kanë atë ndërgjegje, ose se kanë treguar atë ndërgjegje, unë të falenderoj që e ndave shqetësimin me studion tonë dhe të ftoj që bashkarisht të ndjekim një monolog nga Erion Kristo në fund të këtij emisioni. Falenderoj.